Me Galluksa qa bët si kalut, tani do i bëj thirrje ministrit që ka hudhi video aty në Facebook, që ky tipi do të gjobitur 2 milion lekë. Unë kam qenë Mikonos, kena qenë të bëj vlog me atë shokun tim që është grek, Sniku, dhe kam qenë mes Mikonosit para 2 vjeçë ca. E ke edhe me datë kur është postu video që është akoma te profili im, dhe sa e kam hudhat kanaçen që gjasme kam qenë të uqell të bë vlog me atë dhe kemi hudh kanaçen. Sa e kam hudh e kam marrë ai shoku im me motoskaf mrapa direkt. Ako të se kemi bë thjesht për video, se ne këtë punë merna me video fani, me gallata, me gjona. Dhe biles ky shoku im në Greqi ka paguajt gjë për këtë gjë, a kupton? Se ka qenë dhe ai aty, edhe ka paguaj se kemi qenë në Greqi, ka 2 vjet ca. Dhe video nuk është bë fare në Shqipëri, mund ta testosh shumë mirë që duken jatet, veni, i di mirë ti këto venese, i brell më shumë se mu. Edhe me që ju dhimbse të veni ka shumë shifni për këto lumente se gjunavi keni shkatruar, keni betonizuar tan venin, lejeni TikTok-un.